komunikimit nga njëra dhe tjetra palë, urdhra? Nuk ka butësi gjuhës, më besoj që ishtë partit opozitare që është LDK, PDK dhe AK janë në dimenzionet e njëjtat fushatës që kanë qenë në shkurt. Ndoshta në rancë pak më të vogël, por zoti Hamza sa ka qenë kandidat për kryeministër fare s'është marrë me zotin Kurti. Nga ana tjetër Abdixhiku aty këtu me deklarata ka thunë Abdixhiku e ka më të butë gjuhën, Haradinaj e ka krejtësisht më të butë. Ku ka ndryshim këto kështë thënë ka te Haradinaj, por ka një diçka të bëj. Qysh ka ndryshu Kurti, ka ndryshu edhe Haradinaj, por kjo është vetëm strategji, s'ka të bëj me qëndrim, s'ka të bëj me karakterin politik të këtij subjekti ose zotit Kurti ose zotit Haradinaj, sepse Kurti unë jam i bindur që mendon njëjtë prapë. Si për Dritonin, si për Fidanin, si për të tjerë që janë politikë. Ata s'penojnë ata tjerë. Njëve që ka thash Blerim. Thash nuk ka ndryshuar as te ta. Vetëm ka ndryshuar strategjia sepse kanë kuptuar që përmes një çaste të tillë rrezikojnë mi humb ose mi përfitu domethënë votat. Entuziazmi në zgjedhje mungon është e vërtetë, por beqë jeton gjatë kohë perëndim dhe e din që zhbon fushatat në Gjermani, pothuajse pjesëmarrja mund të jetë minimale në përtubime të përditshme, por vota është ajo që e përcakton. Kur vije dita e zgjedhjeve, votuesi dal dhe voton. Njëjtë ka ndodhur në Kosovë. Asnjëherë s'do të më marr perceptim të idesë se çka na paraqet tubimi, si në dështim, si në masovitet. Fushat më të mirë se LDK-ja drejton nuk ka pas dikush në shkurt, a e dini. Masovitet, absolut. Paraqitje vizuale, prezantim programi. Domethënë fushata ka qenë për lagmi evropiane, por në esencë rezultati del diçka tjetër. Po do të thonë që elektorati është plotësisht i vetëdijshëm, plotësisht i orientuar dhe plotësisht i vendosur se kë dhe për çka ka me votu me datën 28 dhjetor dhe këtë kanë kuptuar edhe vetë përfaqësuesit politik kushtrim. Prandaj më pak edhe bëhet fushat, më pak ka dhe entuziazëm, sepse jemi me një vit ku jemi futur në procese të vazhdueshme të zgjedhjeve dhe sikurse gjithë me nxit presin të përfundoj. E kam thënë shumë herë përsëris, po kanë me prodhu situatë re zgjedhje, sepse unë besoj që pas 28 dhjetorit çdo formacion politik që tenton është i mundshëm. Po çdo formacion politik që tenton me bëj qeveri ka më qenë i pranueshëm për qytetarët dhe për elektoratin. Qoftë PDK për shkak lodhjes të këtij viti. Qoftë lë vetëvendosje veç me minoritete. Qoftë një grup ish opozitar, gjithçka tjetër ka më qenë e pranueshme. Këta njerëz kanë nevojë për një qeveri, populli ka nevojë për një stabilitet, populli ka nevojë që të shkojnë në agjendë përpara dhe unë pres se situata të ndryshoj pa dashme paraqyku rezultatin se si dalë 28 dhjetor. Cuvaj, ti je për një javë rresht duke monitoruar situatën kështu nga